Lista e fletarresteve të Interpolit serb mund të jetë pjesë e bisedimeve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se spastrimi i listave pas vendimit të Gjykatës së Hagës është dashur të shtrohet si kusht Serbisë nga Bashkia Ndërkombëtare, sikur që edhe autoritetet kosovare. Sipas tij, do të duhej që si pikë e veçantë e bisedimeve të shtrohet pastrimi i listave të shërbimeve të inteligjencës serbe. Shërbime me standarde të dyfishta dhe mendoj se tash ka kohë që përfundimisht ose të hiqen të gjitha listat, ose edhe Kosova të përpëroj listat në të cilën lirisht mund të hynin edhe Vučići, edhe Nikolići, edhe Dačići, edhe Vulini, edhe shumë të tjerë që vijnë në Kosovë, sikur që hyjnë në bashkët e bavës. Gjatë këtyre ditëve janë zhvilluar bisedime të nivelit teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për kodin telefonik UNEK, lëvizjen e lirë, shpërbërjen e strukturave paralele për energjinë dhe zbatimin e marrëveshjeve në përgjithësi. Kjo i paraprin takimit të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, që pritet të mbahet më 23 qershor në Bruksel. Prishtina zyrtare është e paaftë në implementimin e çfarëdo zgjidhjeje, vlerëson analistin Nezhmedin Spahiu, duke shtuar se ka ngecje të implementimit të marrëveshjeve të deritanishme. Beogradi për çdo imësi përpiqet të përfitojë dhe ndërkohë që Prishtina nuk ka ndonjë agjendë vetë. Pjesë parësore e këtyre bisedimeve, sipas liderit të listës serbe Aleksandar Jablanović, është krijimi i bashkësive të komunave serbe dhe heqja e taksave të sigurimit për vetura. Vëmendje tërheq sipas Jablanović edhe telekomunikimi. Nuk na duhen më mbledhjet e tilla maratonike të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Ne tani presim rezultate. Ne jemi njerëz që jetojmë në terren dhe të gjitha marrëveshjet apo mosmarrëveshjet në Bruksel bien mbi kurrizin ton. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, rastin e ndalimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, e ka ndërlidhur me afrimin e datës për takim me homologun e tij nga Kosova, Isa Mustafa, në Bruksel. Kosova nuk është ende antare e Interpolit dhe nuk mund të kërkojë vetëm shfuqizimin e fletarresteve të Serbisë.